faktuar, i keni vënë në vigjer ato çfarë thuhet në media. Por kthehemi tek një realitet i cili është thuajse 100% tjetër gjë, dhe tek një parim i cili nuk mund preket as nga Gjermania, as nga Hollanda, as nga Italia, as nga Franca. Bashkimi Evropian në tërësinë e vet, dhe sidomos Gjermania, Italia, Franca, në sfundi dhe vetë Hollanda, janë, si thua, më leo të them fjalën, partizanët më të flaktë të Shqipërisë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Domethënë ne kanë në Bashkimin Evropian po thuhet fjalë për fjalë se demokracia në Ballkan, edhe në Shqipëri, duhet monitoruar, por realisht Shqipëria i ka plotësuar kushtet për të hyrë në Bashkimin Evropian. E para, e dyta, ne shikoni çfarë situatash është kontinenti. Dhe çfarë situatash jemi të gjithë. Situatat janë të papritura, situatat mund të agravohen, situatat mund të vinë në një sens që po ndryshon bota. Lufta në Iran nuk është një luftë e thjeshtë, lufta në Iran në linjën e mesme është ndryshimi i botës. Dhe jemi në këto situata. Kujt mund t'i interesojë në shtetin gjerman, në politikën gjermane, në politikën evropiane që të bëjnë shantazhe të vogla alias Spiropal. Askujt. Me siguri Spiropali është caktuar atje në një grup, nuk besoj të ketë prapasënje, nuk besoj të ketë prapamendime. Njeriu më i fuqishëm në Bashkimin Evropian është Edi Rama dhe nuk është as Spiropali as kush prej këtyre. Kështu që këto janë, si thua, erza, ose si me thënë miradina, si thon populli, në një pjatë që ku serviret politika. Janë gjëra të lezetshme, sigurisht janë kripa. Por nuk janë realiteti, është një tjetër gjë. Kujt po i intereson, ju lutem shumë, kujt po i intereson Spiropali, ju lutem. Spiropali na intereson ne gazetarëve si një tip, madje po të shkruanim libra, na intereson të më shumë si karakter. Një karakter i vogël, një karakter i ardhur nga zero, asgjëja që e bëri Skënderbeu, pastaj kjo i tha vetes, ose ja thanë të tjerë emrin e motrës së Skënderbeut, kjo pastaj vazhdoi me Skënderbeu, nuk u mbajt dot me Skënderbeu dhe nuk i dha gjë detyrës së saj, domethënë misionit të saj si ministre e jashtëm. Zoti Çupi, ju listuat pak më lart disa vende të Bashkimit Evropian me të drejtë, si Franca, Gjermania, Hollanda, Italia, por nuk e kuptoj pse ky interes i shtuar i Britanisë, e cila edhe nuk është doli nga Bashkimi Evropian, që edhe sot reagoi për atë që ju tha që imuniteti është mbrojtje e demokracisë. Britania tha që nuk duhet pengoj hetimet. Pra në mënyrë indirekte ose direkte heqin imunitetin. Jo, imuniteti kam parasysh qëndrimin e Britanisë, por nëse ne kemi imunitet, jo ne, po gjithë bota ka imunitet parlamentar, ka nga Britania. Imuniteti parlamentar është një nga shpiket më të mëdha të demokracisë post Athinë. Për arsye se imuniteti mbron sovranitetin, mbron të drejtën, mbron guximin, mbron të drejtën e fjalës, drejtën e konstatimit. Në fundin mbron fizikisht edhe një njeri, se ne nuk themi se nuk mund të mendojmë se SPAK, që është këtu tek ne SPAK për turp që quhet SPAK, por një prokurori të caktuar nuk mund ta marrim si shejtore. Prokuroria është prokurori, persecutor është, nuk është një gjë që dhe fare mirë mund ta cënoj deputetin, i ka cënuar, mund ta agresoj, mund ta shantazhoj, mund ta burgos, mund ta lidh. Dhe para këtyre rreziqeve ka lindur imuniteti dhe ka lindur pikërisht në Britaninë e Madhe. Ka lindur jo si rrezik vetëm ndaj prokurorit, çfarë do ishte shumë herë më e thjeshtë, por ka lindur si rrezik ndaj mbretit. Mbreti rrezikonte deputetit dhe mendoi se mund t'i rrezikojë. Dhe prandaj imuniteti, nëse heq imunitetin e deputetëve, do thotë ke goditur shumë rënd demokracinë. Do thotë që i ke hequr palcën parlamentit, do thotë që i ke hequr honorin parlamentit, do thotë që e ke bërë deputetin, e ke bërë njësoj si njeriu i rrugës.
Dhe këto janë të rënda për një demokraci. Ne kemi problem shumë të madh sepse kemi shumë shtres të ulët në mesatare. Dhe shtresat e ulta zakonisht duan linçim, nuk duan të drejtë, nuk duan të vërtetën. Linçimin e kanë ushqim. Ju e shikoni sa gëzohen njerëzit kur mendojnë